Vetëm pak orë para fillimit të spektaklit të sotëm të Big Brother VIP, kurioziteti për atë çfarë do të ndodhë me banorët është tepër i lartë. Burime pranë Top Channel bëjnë me dije se kjo mbrëmje pritet të jetë e gjatë dhe mbushur me surpriza. Një eliminim i dyfisht pritet të trondisë jo vetëm banorët brenda shtëpisë, por edhe publikun e gjerë që tashmë ka krijuar pëlqimet dhe ndarjet e veta. Spektakli do të nisë me debatet më të forta të javës, të cilat në këtë fazë të lojës kanë marrë një tjetër intensitet, me përplasje të hapura dhe tension të shtuar. Në fokus pritet të jetë nominimi i Mateos nga Brikena, një vendim që solli shumë diskutime dhe një ballafaqim të drejtpërdrejtë mes tyre. Më pas, vëmendja do të zhvendoset te nominuarit e javës, ku sipas burimeve, Erik Loshi është banori që pritet të lërë shtëpinë, pasi konsiderohet më pak interesant për klikime nga ana e produksionit. Po ashtu një surprizë befasuese pritet të ndodhë për njërin prej banorëve, e cila thuhet se do të prek zemrat e të gjithëve. Për herë të parë në këtë edicion, pritet të rikthehet zinxhiri i shpëtimeve, duke nxjerrë në pa aleancat dhe grupimet e krijuara brenda shtëpisë. Mbrëmja nuk do të mbyllet pa tension. Pritet të hapet një televotim brenda natës, duke çuar drejt një eliminimi të dyfisht. Sipas të njëjtave burime, më të rrezikuar në këtë fazë janë banorët e rinj, Aleksandra dhe Artani,